është hera e parë që ata bashkojnë forcat. Bëhet fjalë për Nora Istrefi dhe Energy Band, të cilët lansuan për publikun e gjerë Luje Bele. Kjo këngë është punuar nga Unix Production, kurse për anën vizuale u përkujdes Smart Motion Films. Edhe Ermal Fezullah është më i kërkuari për bashkëpunime. Pas suksesit me Sibora në duet me dy tënë, ka bashkuar forcat me artistin e Rilisi, e ky projekt i përbashkët mban titullin Luje me tekst të vedyshës. Për videoklipin është përkujdesur Gadaf. Yll Limani ka rikthyer emocionet e dashurisë së humbur me projektin e tij më të fundit, Atë kujtohet dashnia, një këngë që prek thellë në ndjenja e që shoqërohet me një videoklip artistik. Kënga u punua nga Fatjon Miftari dhe vet Ylli, ndërsa tekstin e kanë realizuar Ylli, Tonik dhe Dank. Xuzi bëri një kthes të madhe për karrierën e tij. Artisti u rikthye me një projekt interesant që mban titullin Hynesha e Prishtinës. Për muzikën dhe tekstin e kësaj prurje të re u përkujdes Arsim Bunjaku. Si tjetoj pas qytetu, kur më thua Orkestrimi u punua nga Duo Bass Records, kurse ana vizuale u realizua nga Time Pictures. E Prishtinës Së kushti që një adasë Kusharoj dhe vetëm veç Alban Skënderaj ka ndarë emocionet e tij pas koncertit në Milano, ku është prit me shumë dashuri nga publiku. Dikush që ti nuk e merita Në një postim në Instagram, artisti shqiptar shkruan se është i mpirr nga ndjesitë e forta që përjetoje. Unë që fjallën e kam pasion, këtë herë jam sinqerisht pa fjallë, shprehët ai me mirënjohja. Albani ka falendëruar të pranishmet, duke quajtur njerëz të qiltër, të vërtet dhe me zemra plot dashuri. Përndryshe, koncerti Albanit në Itali ishte një tjetër sukses i madh në karrierën e Skënderaj, duke dëshmuar edhe një herë dashurinë që publiku shqiptar jashtë vendit e ka për të. E kjo foto padyshim që u bë goxha virale. Fero dhe Dafina po përgatisin këngë të re? Po ka mjaftuar ky postim edhe të gjithë ta aludojnë se mes dy artistëve më të përfolur të momentit të vijë një surprizë. Përndryshe, Zeqiri ka njoftuar se deri në një afat të pacaktuar nuk do të jetë aktive me mbrëmje muzikore për shkak se është në pritje të fëmijës së parë, por njësoj nuk mund të themi me risi, sepse është thjesht e pandalshme. Kida dhe Noizi do ta bëjnë verën 2025 edhe më të nxehtë. Ata janë në përgatitje të një projekti të ri dhe këtë ka bërë të ditur producenti Engli Verzal, duke shoqëruar prurjen e re me mbishkrimin Mezi po presim. Përndryshe, ky do të jetë bashkëpunimi i parë mes këngëtarëve. Ju njoftuam edhe në episodin e kaluar të Nzum që Egli është në përgatitje të projekteve të reja e tani kemi risi tjera. Ish banorja Big Brother VIP Albania dhe finalistja 4 ka treguar edhe dukjen sensuale që do ta ketë në videoklipin e këngës që do të plasohet shumë shpejt në treg. Mike si Majku më, shpesh lajme për këngë të reja, por njësoj edhe për njohjet e tij. Pasi Nzume kapi mat me një vajzë që për publiku nuk ishte e njohur, ai gjatë javës që po e lëm pas në një qendër tregtare në krye qytet, është pari shoqëruar me një vajzë tjetër. Se çka po ndodh me jetën private të reperit kosovar mbetet të shihet e kuptohet ditëve në vijim.